në një moment ku nuk do të ketë pushtetin dhe paranë. Avokat, skenari që i hodhët sot tavolinë, flasin për një ditë që të jetë e mbushur me mjaft të zhvillime të vrutshme. Kështu që unë të falenderoj dhe do të vetëm në kontakt. Po, zhvillimi Erion Veliaj, Mburg, Semir Tahiri Hiku, Ahmeta Hiku, kjo tjetra është drejt rrugtimit. A kupton? Se nuk du të them a është apo nuk është. Po duket, e ke sot lajm. Pra e ke sot lajm konkret, a kupton? Pra, një lajm i cili i jep një sinjal. Edhe kujdes sekretin kush është i fundit. Ore edhe sikur mos të ndodhi procedimi, mjafton lajmi. Do të them një skenar tjetër ta shikosh. Ndodhi lajmi për të Semir Tahiri, e mani men ju, ç'a bëri? A filloi lajmi ti në 2015-ën? Ti rikujtojmë njerëzit. Ç'a bënte lajmi Semir Tahiri? Dilte si lajm, u të rishte mrapa. Ndikimi i pushtetit. Doli si lajm, u të rishte mrapa. Ç'a bën makinacionin? U përdor Italia, qarkullon në atje lajme. Gazeta X, kështu ashtu me radhë. Ti isha unë deputet zotëri, kur dëgjoja Gazeta X, i thoya, ti vlla, në punën tate, me gazeta nuk fusin burg njerëz. Doli lajme, ç'a bëj? 2015, 2016, a kandidoi në zgjedhjet e 2017-s? A u përdor? Pas zgjedhjeve 2017-s, po dha dorëheqjen si deputet. Edhe më duket. Pra, në fund fare u ekspozua dhe shnet, u flak. Rasti zotit Ahmetaj, njëti rast, dilte jo ky është spion i këtit, jo ky bashkëpunon me këte, jo ky tjetri me këte. A doli si lajm? Këto po të them lajmet, Doli, u dojq fillimisht. Jo, avash. Edhe ky lajm është sot, e kupton? Është lajm duke qeshur, sepse këta mendonin, edhe këta, edhe Sajmeta, edhe Ahmeta, edhe Veliaj, as ban mua, si gjoa dhe njerëz të po ku bëjnë ata se është e paprekshme. Jo zotëri, nuk ekziston paprekshmëri përveç Zotit. Ai është paprekshmi. Të gjithë ne këtu jemi të prekshëm në çdo formë dhe mënyrë. Por ajo që unë po të them është kjo. Mos thuaj kurrë jo për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Pra do të thotë që ata e kanë koston e tyre dhe do t'i vi kosto atyre. Dhe sot ky lajm që është paraqitja e saj apo jo, apo paraqitja u bë për thjesht që të mbyllim syt apo të themi që shiko edhe tek ne ndodh kjo, është lajm, po edhe lajm do të thotë që u prek. Pra, kulmi i paprekshmit që ekziston tek Rama për mendimin tim është më vulnerabël se ata të cilët sot janë të prekshëm. Pse? Sepse paprekshmëria tek Rama është një rrezik më i madh. Edhe ta kam analizuar dhe përsëri nuk ma pranon si fakt. Zotëri, Rama sot është i shoqëruar nga gjithë ata të cilët kanë tradhtuar kryetarët e tyre. Pra, sot Rama është shoqëruar dhe thotë nga njerëz që kanë punuar me Lul Bashën. Sot Rama është i shoqëruar nga njerëz që kanë punuar me Sali Berishën. Sot Rama është shoqëruar nga njerëz të cilët kanë punuar me Erion Velin. Sot Rama është shoqëruar nga ata të cilët kanë punuar me Ilir Meta. Sot Rama është shoqëruar nga njerëz që kanë punuar nga koha e komunizmit. Të gjithë këta individ që Rama sot i ka në rrethin e tij, në oborrin e tij, përbën rrezik për Rama. Por Rama nuk e kupton dot. Edhe pse nuk e kupton, se mendon se i ka të gjitha në kontroll. Ai asgjë nuk ka në kontroll. Vetëm presionin dhe pushtetin. Kur të fillojnë që Rama të ketë goditje të shumta brenda llojit, të cilët nuk do të duken, Rama do kuptojë me vonesë. Kështu është si puna e këtyre që Rama ka pas rreth vetes. Ta për shkak se dinin që ky i madh i gjati është paprekshëm, mendon se edhe këta janë të paprekshëm. Por Rama në një moment ku njëri prej këtyre që ka bashkëpunuar të hapi gojën, Rama bie në sekonda. E di pse kjo? Sepse është krijuar precedenti o Dylber. Çfarë do të thotë kjo gjë? Pra do të them një rast. Të fusën ty në burg pa prova. Po. Së ndodh, ka ndodhur, dhe ke aktualisht sot, ke politikan që ke pa burg pa prova, ta garantoj unë ty. Në perceptim publik ka prova, çfarë? Ky, ai duhet kriminale kështu. Çfarë do të thotë? Në perceptim publik ti po dole me një makinë të bukur, populli thotë ka lek ky, ka lek.
ai se di fare, ai ka marrë më qera, është e imja, s'është e imja, s'intereson fare. Thjesht shikon me një makinë bukur, thot, ky pas ka lek. Kështu është perceptimi publik të politikanëve. Ka qenë politikan, e patjetër ka marrë ky, patjetër ka vjedh ky. E ka thënë dhe Saliu, marrë është fakt konkret. Pra, ky precedenti rrezikshëm ka ndodhur. Të gjithë çka kanë bërë, Salimin ka pritur. S'është për mua, a për tjetër s'ka për e ka. Kur vjen momenti tjetër, thotë, o vlla, thotë, si më çon mua pa prova. Ku ke prova ti? E thos zotrin fal, kemi precedentin që Ahmetaj, Tahiri, Veliaj, Berisha, Meta, po ndiqen. Po unë, po pse mua? Ata kanë prova. Pse foli X-i, tjetri në televizor kështu. Pse prova?